Stacioni I ri I autobusëve në qytetin e Ferizajit është tashmë një nga më modernët në Republikën e Kosovës. Kjo jo vetëm po shihet me sy, por po konfirmohet edhe nga qytetarët dhe profesionistët e fushës. Ky projekt ka arritur një kosto prej rreth 1 milion eurosh, pasi për ndërtimin e një stacioni me standarde kaq të larta kërkohet një investim I tillë. Sa I përket se është stacioni më modern, po më stacioni më modern në Kosovë, po shihet e vlerësuar prej tjerëve, e na kanë thonë që është më modern dhe po vërtetohet se në kohën e fundit është një prej stacioneve më moderne në Republikën e Kosovës, mbos disa informata që I kemi, po dalë që edhe në rajonin e jashtëzakonisht më të mirë. A ka kushtu jashtëzakonisht e ka kostën e vetë se kur bëhet një prej stacione më të mirë, arrin dhe shifrën e 1 milion euro. Kuptohet se është një stacion me standardet jashtëzakonisht më të mira që I ka në kjo, që lypën për një stacion, jemi mundu të I plotësojmë ato standarde dhe për këtë arsye ka kushtu e ka një kostot ndoshta prej më të madhe se sa që është menduar. Nga fillimi I punimeve e deri në inaugurim, ndërtimi I këtij stacioni ka zgjatur rreth 36 muaj, duke qenë një nga projektet kryesore të këtij qyteti. Pavarësisht prej fillimit të punimeve e deri më sot është afër të 36 muaj deri në finalizim të këtij projekti. Do të komplet prej fillimit punimeve deri në finalizim apo inaugurimin e stacionit të autobusëve janë të kontratë 6 muaj që është bërë. Në krahasim me stacionin e vjetër që kishte rreth 320 nisje ditore, stacioni I ri ka shtuar edhe linja të ndërkombëtare, të cilat më parë nuk kanë funksionuar në Ferizaj. Tashmë qytetarët do të mund të udhtojnë edhe drejt qyteteve si Berlini, Zvicra, Shkupi, Tirana dhe të tjera destinacione evropiane. Realisht në stacion të vjetër që kemi qenë, kur është vendosur stacioni I ri, janë dikon afër 310 apo 320 nisje, tani janë shtuar 10 nisje ndërkombëtare, dhe që deri më herët nuk kanë funksionuar nisje ndërkombëtare në qytetin e Ferizajit. Tash tuti dhe janë edhe nisje ndërkombëtare kur përfshin qytetet që janë të Gjermania, Zvicra apo qytetet e Evropës, edhe Shkupi edhe Maqedonia, plus Tirana. Linjat e reja që janë shtuar që operojnë në stacion të autobusëve është linja të Orbanit që është bën për herë të parë në Ferizaj, edhe ka filluar lartësimi I linjave të Orbanit, gjithë këto do të përfshin shtimin e linjave të reja në stacion të autobusëve. Duke përfshirë 310 linja që I kemi në përgjithësinë që kanë qenë, janë shtuar ndërkombëtare edhe linjat e Orbanit. Stacioni më parshëm nuk përmbushte kriteret e nevojshme për një qytet të madh si Ferizaji, por tashmë me rritjen në numrit të peronave dhe krijimin e hapësirave të reja, ofrohen shërbime të plota për qytetarët dhe për kompanitë transportuese. Gjithashtu janë krijuar ambiente të posaçme për nëna, banjo të standardizuara dhe kushte dinjitoze për pritje e udhëtim. Tashëm edhe shërbimet për qytetarët dhe edhe shërbimet për transportuese dhe rritja e numrit të peronave për të gjithë autobusët që operojnë në Ferizaj që më herët kanë qenë problem për shkak të stacioni nuk I ka plotësuar kriteret e nevojshme. E dim se Ferizaj është një prej qyteteve të mëdha dhe kërkesa ka qenë të kemi një stacion të llojit të tillë. Shërbim një është dhe të ofrojmë shërbime për të gjithë transportuesit, që peronat e tyre janë për të gjitha linjat ku janë të vendosura apo të cilat I kemi të thirrura. Ofrimet e shërbime për qytetarë janë dhomat e posaçme për nonat, dhomat e posaçme banjat, dhomat e posaçme për dispečerët dhe këto. Kjo është një stacion që I thashë më herët që I plotëson të gjitha kërkesat dhe nevojat që I lyp një për stacionin ndërkombëtar. Interesimi për këtë projekt ka kaluar rajonin e Ferizajit, tashmë duke u zhndërruar në një shembull pozitiv të zhvillimit urban dhe transportit modern. Po, më kanë thirrë dhe plot edhe kolegë tjerë të komunave tjera, kanë ardhur dhe kena vizituar bashkë me shumë tjerë, kanë interes të komunat tjerë me marrë projektin që është në Ferizaj, me zhvendu me bënë në qytetet tjera. Kuptohet, jo nështë në përmosat që shqim ne sot për arsye se tash më që Ferizaj është një prej qyteteve shumë të mëdha dhe mirë po ka interes të qytetet tjera me marrë modelin apo modelin e projektit të Ferizaj, të stacionit të autobusëve në Ferizaj. Ne do të pahezitojmë që jogëm se ato që janë të mira kena qef mi marrë edhe komuna tjera. Kështu që pahezitojmë kemi pranuar dhe kërkesën e tyre.